Përshëndetje të nderuar miq, siç na keni ndjekur në rubrikën Larg Parafër, kam patur të ftuar përfaqësues të fushës së artit, kulturës, sportit, ekonomisë, politikës dhe diplomacisë. Kam kënaqësinë që në këtë intervistë të kem të ftuar si përmarrësin Përparim Gjeka, i cili jo vetëm që prej dekadash ka marrëdhënie intensive me Kinën, por ka jetuar dhe studiuar në Kinë. Mirë se erdhë, inxhinier. Mirë se ju gjeta. Jo, në vërtet jeni një sipërmarrës, por duhet t'ju prezantoj edhe si një veprimtar i njohur, një veprimtar i dalluar i shoqërisë civile, ku prej shumë vitesh jeni angazhuar për problemet dhe shqetësimet e komunitetit. Po, me sa mundem nga diaspora, sepse siç e dini, shumicën e kohës kam qenë jashtë, me shkrime në media, po. Do t'ishte interesant për gjithë ata që na ndjekin, si arriti një i ri nga Fieri të përfundoi në Shangaj, 3 dekada më parë. Po, ka qenë interesante në fakt, sepse unë isha student në Universitetin Politeknik të Tiranës, edhe një ditë të bukur, edhe fatlume, mund ta them tani, pata fatin që të shikoj një lajmërim nga ambasada kineze në universitetin tonë që për një bursë nga shteti kinez për një student që ishte në vitin e parë ose të dytë të Universitetit Politeknik, kishte mesataren e notave deri atëherë mbi 8 dhe dinte anglisht, dhe mund të shkonte të bënte konkursin në ambasadën kineze. Fatmirësisht dhe ju plotësoni gjitha këto kushte. Po, unë plotësoja kushtet, shkova bashkë me të tjerë, fatmirësisht fitova edhe zgjodha universitetin, në fakt më saktë zgjodha qytetin, sepse Shangaj dinim atëherë, dhe atje zgjodha Universitetin e Shangajit për inxhinieri elektronike, e njëjta gjë siç studioja edhe këtu. Le të themi 31 vite pas në kohë. 95, po. 31 vite janë, plotësisht. Po, pikërisht. Pas në kohë kur ju përfunduat nga Tirana në Shangaj. Si i kujtoni ditët e para, vështirësitë, përpjekjet për përballëmin e tyre, çfarë keni hasur? Po, ka qenë sfidë në fakt, sepse unë isha i vetmi shqiptar, dhe domethënë unë kam qenë i pari student nga Shqipëria në Kinë pas rregullimit të marrëdhënieve pas 90-s, domethënë. Brezi i parë i studentëve për shkollën e lartë. Kishin shkuar para meje nga Shqipëria për master, kurse unë isha direkt student, domethënë, dhe isha i pari që u diplomova në vitin 2000. Vitet e para, patjetër që kanë qenë, sidomos 2 vitet e para që nuk u ktheva në Shqipëri, kanë qenë një sfidë e jashtëzakonshme, sepse, siç e thash, duhet të studioje kinezishe nga fillimi, sepse ne as ni hao nuk dinim atëherë. Domethënë njerëzit kalonim në rrugë dhe na thoshin ni hao, dhe unë nuk e dija çdo të thoshte ni hao, se ne dim hello. Por shqiptarët kanë këtë aftësi që përshtaten kudo që shkojnë, kështu që unë bëra miqësi me shumë studentë të tjerë, edhe kinezë, edhe nga vende të tjera të botës, dhe u kalua si sfidë. Ishe i vetëm a kishte shqiptarë të tjerë? Pas 2 vitesh kanë ardhur, pas disa vitesh kanë ardhur shqiptarë të tjerë. Po, në 2 vitet e para kam qenë i vetëm. Pastaj në Shangaj erdhën disa, në universitetet tjera erdhën disa studentë të tjerë. Çfarë klime hasët në atë periudhë? Natyrisht dihet që shumë vite më parë Shqipëria me Kinën ka patur marrëdhënie shumë miqësore dhe shqiptarët dhe kinezët janë konsideruar si popull vëllezër. Po, është e vërtet, edhe profesorët tanë kishin një nostalgji për shqiptarët dhe për Shqipërinë. Domethënë sa herë që ata e kuptonin që unë isha shqiptar, sepse unë isha në një klasë të madhe me 2-3 të huaj të tjerë, kurse 30 të tjerë ishin kinezë. Domethënë i merrnim klasat në kinezisht. Kështu që ata, mendoj unë, kishin një simpati të brendshme për ne shqiptarët, sepse dihet edhe historia që Shqipëria me Kinën në vitet 50, 60, 70 kanë qenë një periudhë 3 dekada kanë qenë vendet më të afërta me njëra tjetrën, dhe dim që edhe Shqipëria e ka ndihmuar. Po, e ka ndihmuar edhe Shqipëria Kinën për
të aplikuar për vendin e saj që i takonte në Këshillin e Sigurimit të përhershëm të Kombeve të Bashkuara. Gjithashtu edhe Kina ka bërë një punë jashtëzakonisht të madhe, sidomos nga ana ekonomike, që ka ndihmuar Shqipërinë në vitet 60-70, bile edhe veprat më të mëdha industriale që ne kemi, ndoshta edhe sot, për shembull hidrocentralet në Lumindrin, janë kontribut direkt i Kinës dhe inxhinierëve kinez. Po. Ju e keni patur në qytetin tuaj, Azotiku i Fierit. Po, Azotiku i Fierit për punimin naftës në Ballsh, pavarësisht se tani janë prishur. Dhe kjo është një sfidë që ne, vendi ynë tani duhet të krijojë një farë ri-industrializimi, sepse ne duhet të prodhojmë diçka, nuk mund të mbështetemi vetëm tek turizmi dhe tek shërbimet. Se unë më vonë pastaj shkova edhe në Amerikë, domethënë kam mbaruar edhe master në administrim biznes, kështu që edhe nga ekonomia e kam studiuar, dhe prandaj them që lidhjet tona me Kinën duhet të jenë shumë herë më të forta për ta bërë vendin ton akoma më të fortë ekonomikisht, sepse ekonomia përcakton shumë gjëra të tjera. Dhe Kina është një nga shtetet që ka ecur shumë nga ana ekonomike vitet e fundit, dekadat e fundit, dhe ne nuk mund t'i mohojmë vetes luksin, duke qenë që kemi marrëdhënie të mira me Kinën dhe mos t'i shfrytëzojmë ato siç po i shfrytëzojnë edhe vendet të tjera të rajonit. Në harkun kohor të 30 viteve, nga koha kur ju keni shkuar si student, deri sot kur ju vjoni veprimtarinë tuaj në fushën e sipërmarrjes, mund bëni edhe krahasime nga ajo që keni hasur dhe nga ajo që ndodh sot në Kinë, në fushën e zhvillimit ekonomik. Çfarë konstatoni? Po, është interesante sepse unë kur isha si student, në atë kohë filloi tregtia ndërkombëtare e Kinës me botën. Filloi që të ishte liberalizimi. Jo, filloi që të ndihej në jetën e përditshme, sepse filloi eksporti i madh i mallrave nga Kina në botë. Mirëpo, ndërmarrjet kineze në atë kohë kishin produkte për të shitur, por nuk kishin njerëz që të bënin pikërisht këtë lidhjen me botën, të ndërtonin raportet me botën. Sepse ata njerëz që dinin anglisht dhe kishin lidhje me botën ishin shumë të pakët. Edhe bile kishte biznesmen që na afroheshin ne dhe unë aty fillova ato hapat e parë të njohjes me biznesin dhe me tregtinë, që pastaj e vazhdova si karrierë profesionale, sepse ndihmova disa biznesmen dhe disa fabrika të Kinës për të eksportuar, për të bërë lidhjen e tyre me botën, me që di anglisht edhe kinezisht, kështu që aty filloi që në vitet studentore që fillova të ndihmoj. Kurse sot të rrallë janë ata, domethënë që mund të kenë probleme të tilla në Kinë, sepse në zgjuarësi dhe largpramësi ata e kanë futur në sistemin arsimor gjuhën angleze. Dhe në çdo vend, unë kam shkuar 3 herë, në çdo vend që të trokasesh, gjen të ri, sidomos që e zotrojnë dhe flasin shumë mirë gjuhën angleze. Po, patjetër. Tani Kina është bërë, le të themi, fabrika e botës, mbi 60%, sepse tani një pjesë e veprimtarisë sime sipërmarrëse është në prezantimin e ndërmarrjeve dhe produkteve kineze në Europë. 2 vitet e fundit janë përqendruar në këtë fush, specifikisht për Europën, dhe kam vënë re që rreth 60% e të gjitha mallrave që shiten online edhe në Europë vijnë pikërisht nga Kina. Kështu që dhe është një ekspansion në rritje. Dhe është një ekspansion, po. Pavarësisht se ka ato sfidat e veta, sepse Europa ka ato regulation që quhen, por fakti që çmimet janë shumë të ulta dhe cilësia është e pranueshme, i bën mallrat kinez të dëshiruara në tregun evropian. Dhe është krejt normale, sa kohë që Europa dhe gjithë bota synon që të ulë emetimin e gazit araser apo të normalizojë sa më shumë problemet e ambientit, përndohet e ambientit, makinat elektrike që prodhon në Kinë janë një kontribut i madh për shëndetin. Eksakt. Ne tani një nga fushat më të mëdha që po e implementojmë, po e çojmë përpara është pikërisht prezantimi i këtyre vehicle që i themi nga Kina elektrike, domethënë nga Kina në Europë. Kjo të mjetet miqësore me ambientin. Po, eksakt.
referuar marrëdhënieve me Shqipërinë, cili është trendi, si janë treguesit e shkëmbimeve ekonomike, ma mirë themi, naturisht edhe shqiptarë çojnë shumë, disa produkte në Kinë, janë prezantuar në panajire, vaj, ulliri, mjaltë, disa produkte tjera, por ma mirë le themi importeve nga Kina të Shqipërisë. Ne më tepër importojmë se sa eksportojmë. Janë bërë përpjekje dhe unë kur kam qenë në Kinë që merresha direkt me importin nga Kina, nga vendet e tjera, se kam bërë një periudhë import nga vendet e tjera për në Kinë edhe distribucion në tregun kinez. Jam përpjekur edhe unë që të fus disa produkte, qoftë edhe nga Shqipëria, por ka sfidat e veta, sepse ndonë se janë mirë pritur. Ndonë se janë mirë pritur, por për ta bërë këtë një trend, ka qenë e vështirë. Por, të themi, horizonti për të e rritur bashkëpunimin me Kinën në të gjitha fushat, sidomos kapacitetin prodhues, është pa limit. Domethënë, mjafton që ne aty jemi të fokusuar dhe ta bëjmë këtë ta kemi si politikë ekonomike të vendit dhe kjo gjë më duket shumë e realizueshme. I nderuar përparimi, ju solët përvojën tuaj si keni arritur të përfundoni Shanghai nga fieri. Sot ju keni informacionin e nevojshëm, besoj, cilat janë mundësitë për të rinj shqiptar për të studiuar në Kinë? Tani është shumë herë më e lehtë se sa atëherë, informacioni është kudo dhe e di që ka shumë herë më tepër student tani që shkojnë nga Shqipëria për në Kinë, bile ka nga ata që janë diplomuar dhe kanë zgjedhur të jetojnë atje dhe si unë, por ka edhe profesor tani që shqiptar që japin mësim në universitete kineze. Kështu që është albanologjia në Universitetin e Pekinit. Jo vetëm aq, japin në fusha tjera. Kanë mbaruar doktoratura dhe vazhdojnë të japin mësim në universitete. Jo vetëm gjuhë angleze, edhe në fusha tjera. Edhe në disiplina tjera. Kështu që tani madje ka edhe jo vetëm student, por ka grupe të mëdha me sa di unë, nga pjesa e shqiptarëve që jetojnë në Kinë. Tani një pjesë është japin mësim të gjuhës angleze, siç e thatë ju. Një pjesë janë merren në biznes, janë sipërmarrës. Ka të tjerë që kanë zgjedhur vetëm të jetojnë, kanë gjetur një mënyrë jetese dhe ju pëlqen jeta atje më mirë se sa të kthehen në Shqipëri. Dhe sidomos kohës e fundit është shtuar numri i turistëve shqiptarë që kanë zgjedhur të vizitojnë Kinën, ta shohin atë kuriozitetin e Kinës dhe këtij kontinenti të largët. Po, patjetër, sepse tani në rrjetet sociale përhapen gjithmonë pamje të qyteteve kineze që shumë moderne, që nuk janë parë as në vendet më të zhvilluara të botës. Simbole kineze, si muri kinez apo sheshi Tiananmen apo të tjera. Po, tani ka qytete që për shembull është një qyteti Chongqing që ka një arkitekturë dhe një urbanistik të veçantë, po, dhe njerëzit shkojnë për eksperienca për të parë gjëra ndryshe nga ato që janë në Evropë dhe në Amerikë. Dhe janë aq të shumta dhe të larmishme sa vështirë të jasësh kund tjetër. Patjetër. Fushën e arkitekturës, kulinarisë, historisë, artit, kulturës, është një botë krejtësisht. Është një botë tjetër dhe unë do sugjeroja të gjithëve që kur planifikojnë pushimet e tyre, të paktën një herë në jetë duhet të shkojnë patjetër në këto qytete të Kinës për të parë, ndoshta mund ta themi me plot gojën, që për të parë të ardhmen tani. Dhe besoj është një sugjerim i duhur nga personi i duhur që ka njohuri dhe një eksperiencë të gjatë të raportet dhe bashkëpunimit me Kinën. Inxhinier, falenderoj, kemi ardhur në mbyllje të emisionit. Ju falenderoj dhe juve. Ishte kënaqësi që kisha në studio për të sjellë një eksperiencë krejt të veçantë dhe mjaft interesante. Faleminderit dhe juve. Të nderuar miq, kemi ardhur në mbyllje të intervistës, kisha kënaqësinë të kisha një person mjaft njohur dhe interesant për të sjellë përvojën e tij të raportit dhe bashkëpunimit me Kinën.
inxhinierin Përparim Gjeka, i cili 3 dekada më parë zgjolli të vjojë studimet në Kinë, në Shanghai, dhe prej më shumë se 3 dekadash ai vijon të ketë marrëdhënie intensive dhe raporti bashkëpunimi si sipërmarrës me Kinën. Faleminderit.